shpesh herë ju them njerëzve që derisa mundem do të hesi në këmbë. Nuk do mundem të hesi në këmbë, do shkoj gjatë asut e barkas. E kur nuk do të mundem atëherë do shkoj këtë me mendje në mal. Unë jam që marr Ramadanin me zimi. Më thuaj tani, që sa kohë merresh me hiking? Saktësisht prej 2006-ës, kur jam edhe pensionuar, do me thonë nga në vitet plota për 20. Mosha 66 vite. Edhe 100 të vetë. Po, faleminderit. Maja më e lartë që kam gjetur unë është Maja Musalla në Muari, është maja më e lartë në Ballkan, është 2925 metra në lartësinë militare, po arrim në majët e malit atje, ose ku kemi pikën më të lartë, ne jemi, si të them, si mbretër atje. Fitet e hikingut janë se sikur në aspektin shpirtëror ose mendor, po ashtu edhe fizik. Muskrit pastrohen, pastaj fotografia e gjakut ndryshohet, e vështirë është njeriu edhe buktar. Po një ashtu duhet ketë edhe vullnet të mirë. Unë shpesh i kam parë për gjarpërit, është pak njerëzit që kanë fobi, është e frikshme. Po ne kemi pajisje, sikur që shihni këpucët janë pak më të larta, edhe këtu në shtrajsi kam ata rogzina na i thëmë ose kambala, që na mbrojnë gjarpërit më të rrezikshëm të kësaj zone janë gjarpëri vipera amonitis, ose umzaku, sikur që i thëmë na, ose në përkla. Lara është gjarpër, po i njëjtë shumë helmues në çantën time, dhe me lorë, ose mbathje është të kemi ujë, ushqim dhe shmbathje. Krypa është rëndësishme, shkaku se na në aktivitetet fizike vlerësitemi dhe krypa del nëpërmjet djersëve dhe trupi dehidron. A i ndalet për të rrëfyer edhe një nga momentet më të rënda të përjetuara në mal, humbjen e një miku të ngushtë. Unë tim të mjerë me fajguri i cili fatkeqësisht e humbi jetën duke u ngjitur në majën me Mitikas Norin patjetër me qi. Një kujtim i dhimbshëm që tregon se mali, përveç bukurisë dhe lirisë që ofron, kërkojnë gjithmonë respekt, përgatitje dhe përgjegjësi.